Përshëndetje. Të dashur miq, shumë faleminderit që jemi sot bashkë për një tjetër moment rëndësishëm. Shoh këtu pedagog të universitetit, Eqerem Çabej, mësues, mjek, të rinj, student, profesioniste, edhe më vjen shumë mirë që kjo sallë tani që e shoh më shumë e mbushur me zonja. Nuk na mungojnë burrat profesionistë, po si gentil të vërtet që janë i kanë lënë hapësirën zonjave për të folur shkurtimisht nga unë, edhe më pas do t'ja fjalën kryeministrit për punët e bëra, po sidomos për ato që duam të bëjmë. Në gjithë takimet që bëjmë themi kemi bërë shumë në këto 12 vjet. Dhe sidomos Gjirokastra është një model ku tregojmë vërtet se si vizioni që në 2013 e kishim program, sot është një realitet. Në një kohë kur pak na besonin se të gjitha ato që thonin në 2013, në 2017 mund të ishin një vepër e prekshme për gjeneratën tonë. Ja ku jemi sot, me një portofol punësh, po themi gjithmonë, po të kishim bërë të tëra, nuk do të kishim nevojë, mbase të vinim të kërkonim një mandat të 4 se të thonim i bëm. Po pikërisht se tani vjen një periudhë ku kemi për të bërë ato gjëra që Shqipërinë do ta quajmë vërtet Shqipëria 2030, ne kërkojmë mandatin e 4. Dhe nuk mund të mos përmend këtu disa nga projektet që mezi po i presim të realizohen në këtë mandat, për të cilat shumë prej tyre ju jeni dëshmitar, ose se jeni pjesë të projekteve, ose se jetoni brenda tyre. Kur nisëm qafën e pazarit në 2015, që ishte një trishtim, ishte një gërmadha. Pirodhima tha një ditë, ishte një xhungël gërmadhash, më pëlqeu fjala. Në fakt, sot po ta shohim, është kthyer në provën më të mirë se rilindja u brane në qendrat historike, si në Korçë, si në Krujë, si në Vlorë, si në Berat, është ekonomi. Në akuzuan për fasada, sot e kemi turizëm që prodhon ekonomi. Po shikoni me kryeministrin pak më parë, një provë në booking.com dhe identifikuam sot në mëngjes 434 oferta turistike vetëm për bashkinë Gjirokastër. Dhe nuk po përmend tu Përmetin, nuk po përmend tu Tepelen, nuk po përmend këtu gjithë Llabërinë. Dhe me që po flas për Llabërinë, kalova para 2 ditësh në rrugën e re që po ndërtohet Progonat Golëm. 2 emra fshatrash që si thonin gjë askujt përveç nesh që jemi nga kjo nahie. Ndërkohë që tashmë është një rrugë që ka hapur mundësinë për agroturizëm. Dhe gati në qarkun e Gjirokastrës shpeshherë them, janë agroturizmet, hotelerit, turizmet, bujtinat, shtëpit pritse që i paraprin rrugëve, apo rrugët po ndjekin këtë zhvillim të njerëzve që kur jep mundësinë me investime publike, me vizionin e Edi Ramës, me programin e Partisë Socialiste, të japin dorën dhe ta kthejnë atë në realitet. Rruga Progonat Golëm do të lidhi 2 malësitë e Llabërisë, Tepelenës dhe të malësisë së Gjirokastrës, në një zonë ku dikur thuej hapu lagur, ndërsa sot turistët han produktet bio. Të dal pak në juglindje. Rruga që e kemi pagzuar, rruga e Vjosës, dhe nuk mund të ishte ndryshe, rruga që i shkon paralel Parkut Kombëtar të Vjosës, të lumit fundit egër në Europë, krenaria e gjithë Shqipërisë, me 480 kilometra vijë lumore, përfshi dhe Drinon, Bënçën dhe Shushicën, është një rrugë që do të lidhë Unazën lindore, Korçën me Gjirokastrën, nga Çarshova përmet Tepelen. Dhe në Tepelen fillon brenda vitit 2025. Ura e re nga ajo që quaj ura e Pashajt Tërmet Peçi dhe do shkoj drejt në Vjosë, sipër në Dragot, duke shmangur urën e Leklit, urën e Dragotit, duke shkurtuar rrugën drejt Përmetit me 40 minuta. Dhe duke i kthyer ato 2 urat ekzistuese në atraksion turistik sepse janë monument kulture. Nuk mbaron me kaq. Ka një zonë, ky qark, që është nga zonat më të bukura. E kemi park natyror. Është parku natyror i Zagorisë që fillon në fshatrat e Zagorisë, në malin e Çajupit dhe zbret deri në Këlqyr në Dëshnicë.
Krenari po, historike, kulturore, njerëzisht të shquar, por vështirësisht e aksesueshëm. E kujtoj shumë mirë kur e bëja atë rrugë shumë shpesh për të takuar bashkëshatarët e mi në Zagori, më duheshin 2 orë nga Libohova deri sipër në Poliçan e më tutje në Nivan e Sheper. Sot që flasim, është hapur kantieri, po punohet, unë isha të dielën e kaluar, rruga është shtruar, është duke mbaruar, por ajo do të mbaroj plussisht në mandatin e 4 me të bukurën unaz të Çajupit, e cila do të lidh Gjirokastër, Libohov, Poliçan për të bashkuar kështu lidhjen me fshatrat e Pogonit dhe fshatrat e Zagorisë, dhe më besoni, ajo paketa e maleve nuk është vetëm veriore. Do të jetë një paket për gjithë malësit ku mund të zhvillohet agroturizmi, dhe zagoritët që janë në Tiranë, zagoritët në diaspor, i ftoj të rikthehen për të përgatitur investimet në bujtinat pritse që do të hapen në Zagori. Nuk është vetëm kaq. Të gjithë, sidomos përmetar, këlqyriot e memaliot, mezi po presim të mbaroj dhe mbaron brenda vitit rruga Ballaban Berat. Është një rrugë e cila do të lidh 2 qytetet e UNESCO-s, Beratin me Gjirokastrën. E thënë kështu, pa harruar punët që janë bërë rruga e Kurveleshit, rruga Gusmar Kuç, që lidhin Tepelenën me Bregdetin e Vlorës dhe me Bregdetin e Himarës. Çfarë është qarku ynë? Është një shesh Skënderbe, këtu në lindje, në juglindje dhe në jug perëndim të Shqipërisë, si një rreth rrotullim ku lidhet Vlora me Korçën, ku praktikisht këtu në Gjirokastër kanë filluar shtëpit të shiten, ose më saktë të jepen me qira me pamje nga deti, se 40 minuta e kemi Sarandën. Kjo është ajo Gjirokastra që duam, po që ende se kemi çuar atje ku duhet. Se pavarësisht se zgjedhjet janë në maj, 11 maj. Ne nuk flasim për Gjirokastrën 2025 dhe as për zgjedhjet e vitit 2025. Zgjedhjet e vitit 2025 marrin kuptim me vitin 2030. Është një vizion, nuk është thjesht një projekt elektoral. Kemi 12 vite që punojmë për këtë. E kemi bërë bashk, sepse jemi skuadër. Dhe të gjitha këto janë pjesë, mund të ri me orë të flas. Janë pjesë e një koncepti që fillon në qafën e pazarit dhe vazhdon në Manalat, Sfak, Dunavat, ku sot gjithë Gjirokastra vazhdon ende të jetë kantier. Prandaj, ky vizion ka një emër. Edhe ky është emri i kapitenit ton të skuadrës së madhe shqiptare, që sot mbajnë 2 flamur, flamurin kuqezi dhe flamurin europian. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, e ftoj të prezantoj, bërsim të poshtë. Faleminderit shumë faleminderit. Më duk më kështu bashkëbiseduese të qëndroj këtu dhe mos hypi në këtë podiumin e lartë. Falenderoj Mirelën për parathënien e bukur që bëri dhe dëshiroj të ndaj me ju disa fakte, disa të dhëna në mënyrë të përmbledhur për situatën e sotme të vendit edhe patjetër për qarkun e Gjirokastrës, sepse gjatë kësaj periudhe të fundit kam pasur një moment vërtet të veçantë, po e quaj veçantë se s'di çfarë emri t'i vë. E kam thënë edhe në vende të tjera kur më thanë që do dilnin sondazhet e sondazhistit presidentit Trump, i cili është një personalitet në këtë fushë. Isha shumë kurioz. Unë kam thënë shpesh që unë nuk shoh lajme dhe nuk shoh debate televizive që nga viti 2009. Lajmet i marr natyrisht në mëngjes nga
punojësit përkatës në kryeministri në mënyrë shumë të përmbledhur. Por ato berberhane dhe mbrëmjes unë nuk hy prej 2009-ës edhe nuk më mungojnë të më drejtën edhe nuk shoh se çfarë humbet dikush që nuk hyn aty edhe me siguri shoh që kush hyn aty nuk fiton asgjë. Përkundrazi shpeshherë deli çoroditur, i dizinformuar, i shkatruar nga nervat. Mirë po për të ndjekur sondazhin ishte pas mesnate, hyra dhe e pash në YouTube disa copza. Edhe nuk e di domethënë, kam mbetur pa fjalë. Kam mbetur pa fjalë se nuk arrija dot ta imagjinoja që ajo që po dëgjoja ishte reale. Paraqiteshin ato grafikët e gjetjeve të anketimit edhe bëheshin komente në studion përkatëse. Paraqitej grafiku për drejtimin e vendit. Është një nga pyetjet më të rëndësishme në një anketim, nëse vendi po ecën në drejtimin e duhur apo në drejtimin e gabuar. Edhe përgjithsisht është vërtet jo shumë e zakonshme që shumica, sidomos në kohërat ku kalojmë, unë ndjek edhe vende të tjera, ndjek sondazhe në vende të tjera, jam shumë jo thjesht kurioz, po interesuar që shumica thotë vendi po ecën në drejtimin e duhur. Edhe aty ishte qartësisht shumica mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur. Kthej biseda në studio. Edhe fillonin komentatorët, analistë, quhen këta. Dhe në mënyrën më të habitshme, më tronditse për mua, interpretimi i tyre ishte që populli është i smur. Populli është i smur se është e pabesueshme që të mendoj shumica që këtu gjërat ecin në drejtimin e duhur. Pastaj vinte grafiku tjetër, shumica mendonte që do të votonte Partinë Socialiste. Atëherë situata u bë edhe më e rëndë aty në Berberhane. Edhe komenti ishte populli është çmendur. Përfundimisht o sondazhi është çmendur, o populli është çmendur. Edhe i bënin pyetje atij tipit. Ai unë nuk e di se çfarë ka menduar, por me siguri nuk ka menduar mirë për pyetjet që i vinin nga studioja nga Berberhania në Shqipëri. Pastaj kaloi në një pikë tjetër, kush mendoni se do fitoj. Edhe aty ishte një shumicë edhe më e madhe se ata që votonin ne, që thoshin do fitoj Partia Socialiste. Aty pastaj u përshkallëzua analiza. Ishte e po atëre ky popull është i shitur. Rama i ka bler të tërë. Edhe njëri më i zgjuar se të tjerët tha, shikoni tha këtu, tha, kam përshtypjen tha që duhet të jetë një situatë që ne nuk ka arrim dot ta prekim deri në fund se sa e rëndë është tha, se këtu tha jetojmë tha me sa duket në një vend tha ku kanë frikë njerëzit të thonë çfarë mendojnë. Edhe nga frika thonë tha që vendi po ecën në drejtimin e duhur, mbështesin Partinë Socialiste. Mirë po, gjëja më interesante për mua ishte si nuk shtronte asnjëri pyetjen, mos vall unë që jam këtu për të komentuar, jam gabim, mos vall shumica e popullit ka drejt. Mos vall ka diçka këtu që unë se di, që unë se shoh, që unë se kuptoj. Mos vall
unë dhe kolegët e mi në këtë rrjetin e berberhaneve që hym e dalim netve edhe pastaj jetojmë gjithë ditën me llafet e njëri tjetrit, në të vërtet jemi të shkëputur nga Shqipëria reale? Absolutisht, asnjë lloj reflektimi në këtë drejtim. Një gjë e pabesueshme, shkëputja totale midis çfarë mendon populli shqiptar dhe çfarë i thuhet çdo natë e çdo natë, paska qenë vërtet një popull i jashtëzakonshëm nga pamja e instiktit politik, paska qenë vërtet njësh si popull në kapacitetin për ta kuptuar dhe për ta ndjekur politikën pa u manipuluar dhe pa u çorientuar nga një kënet që kur imagjinon që është për natë, e për ditë, hyn në për ekrane, nuk merr vesh i pari dytin, dëgjon vetëm gjëra që janë në rastin më të mirë gjysmë të vërteta, që siç thot një fjalë e mençur janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Dhe pastaj hyn në për portale një çmenduri tjetër, shkon në për ato socialet, një luftë atje, bam e bum. Mirë po, pyetja që vjen natyrshëm është po pse votojnë njerëzit. Dhe faktikisht unë besoj që njerëzit votojnë në shumicë sepse kur ne themi gjëra me të cilat të tjerët qeshin, këta të berberaneve për qeshin, më kjo është propagandë. Edhe pse shumë nga gjërat që bëhen nuk dalin në për këto pasqyrat e kënetave, faktikisht prekin drejt për drejt njerëz edhe arrin drejt për drejt të njerëzit. Për shembull, kur ne themi që Gjirokastra, kur ne morëm detyrën, kishte 6.000 turistë në vit. 6.000. Ndërkohë që vjet kishte 600.000, këtë berberhanet e përqeshin. Ndërkohë që Gjirokastridët e dinë, e jetojnë për ditë, e shohin për ditë në faktin që ky qytet të cilit i ishte vënë shqelmi në fyt edhe ngjante sikur po jepte shpirt, sot merr frym, rritet, zhvillohet edhe shkëlqen hap pas hapi në pjesë caktuara të tij. Dhe për këtë arsye thash çfarë mund të bëjmë ne në këto ditë që kanë mbetur, edhe mendova që do ishte udhës kështu në situata bashkëbisedimi, duke shfrytzuar edhe praninë e mediave, për t'ju treguar sa më shumë njerëzve disa fakte dhe disa dhëna që nuk i dinë. Për shembull, thonë ja prap ujë pishëm, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka bukë. Edhe nxjerrin ato që kam thënë unë dikur, edhe me demek ja, ujë pishëm, prap s'ka. Do me thënë është çmenduri. Nuk ka rrugë në përfshatra. Kur do filloni rrugët në përfshatra? Çmenduri. Ndërkohë që njerëzit që jetojnë në fshat e din ata që se kanë akoma rrugën të përmirësuar, por ka shumë që e din që rruga është përmirësuar. Dhe kur vim te ekonomia nuk është diçka që ti mund ta mbulosh me lule propagandistike. Është diçka që ti fol sa duash, nëse njerëzit nuk e ndjejnë në shtëpinë e tyre që ekonomia po fillon të jap frute dhe po e ndryshon mendimin për të nesërmen të njerëzve, ata nuk shkojnë mbas berihaj, thonë po vendi po shkon drejtimin e dur. Dhe për më tepër, e mbylla këtë
parathonin mbi parathonin e Mirelës, për më tepër ka dhe diçka tjetër, që nëse sot ne jemi tek pragu i derës së shtëpisë së familjes së madhe europiane, kjo nuk është rezultat i asgjëje tjetër përveç se i besimit, i vlerësimit dhe i respektit që ata në atë shtëpi kanë krijuar ndaj nesh dhe nuk e kanë krijuar se kanë rënë në sevda me atletet e mia. E kanë krijuar sepse Bashkimi Evropian ka një makineri që është makineria më e madhe burokratike e botës, që ndjek 24 orë, 7 ditë javës, çdo gjë që ndodh në një vend që pretendon të hyjë në atë shtëpi. Çdo gjë. Dhe aty nuk të falin ata as për sytë e bukur, as se ju pëlqen deti jon, as se kanë dëgjuar për Gjirokastrën, sepse duan të dinë eksaktësisht ky shteti i ri që po fusim ne brenda, a i përmbush standardet tona? Dhe këtë gjë nuk e llogarit njëri. Shumë interesant, nuk e llogarit. Deri para 10 vjetësh ne ishim një vend që më besoni ishte shumë e rëndë për mua kur takoja udhëheqësit e Europës. Sepse ndjeja që kishte në brendësinë e tyre një ndjesi që në rastin më të mirë ishte keqardhje. Dhe në rastin më të keq ishte përçmim për vendin tonë. Dhe jo pa faj, se ishim një vend qesharak, komplet qesharak, që s'kishte asnjë lloj pozicioni, asnjë lloj, nuk gëzonte asnjë lloj respekti, thjesht formalitet. Edhe ishte tamam sikur takon dikë që ti je shef që ai po të dëgjon, por ndërkohë po të shikon në një mënyrë që thot, va mbaro tani se kam punë do iki. Kjo ishte. Dhe po të kthejmë syt mbrapa, Shqipëria kur në historinë e vet nuk ka qenë në pozicionin që është sot ndërkombëtarisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur e përsëris se kanë zbuluar ata detin dhe malin. Ka ndodhur sepse procesi i shtetbërjes që ne e kemi pasur qëllimin ton strategjik qysh në fillim, po shkon drejt përmbylljes vet. Se në momentin kur Bashkimi Evropian të fut brenda, ti je bërë shtet, që nuk diskutohet. Mund të kesh 1001 gjëra që duhen vazhduar të përmirësohen dhe që i ka Gjermania si ke ti. Por ama që ti je bërë shtet, je bërë shtet. Nuk futesh atje ndryshe. Tani, këtu kam sjell disa të dhëna, dhe po e filloj me këtë dhënë që, sipas meje, duhet mjaftonte për të gjithë këta klientët e berberhaneve që minimalisht t'i jepnin popullit të shumicës një mundësi që ta konsideronin si të arsyeshëm kur thot vendi po shkon drejtimin e dur, apo kur thot mbështesin Partinë Socialiste, dhe mos ta etiketonin si të smur. Ky është prodhimi. Sa herë dëgjohet, sa herë flitet nëpër rrugët, ato kanalet e kënetës, që këtu s'ka prodhim, që këtu s'ka fabrika, që këtu s'ka asgjë. Por ja që shifra flet vet. Prodhimi i brendshëm bruto ose prodhimi përgjithshëm kombëtar është ajo që ka një vend krijon si vlerë në tërësinë e vet. Dhe ajo matet me
instrumentat që në fund të nxjerrin shifrën. Sa e ke ti kapacitetin tënd financiar si vend? Më pak se 10 miliard në momentin kur ne morëm detyrën, kemi kaluar 25 miliardët dhe e kemi rritur si kur më parë me 2 herë gjysmë prodhimin e përgjithshëm. Dhe aty është projekcioni për Shqipërinë 2030, 35 miliard, që nuk është si këto gjërat që i lshojnë si ballone dhe si tullumbac të tjerët se kanë fushat. Ajo shifër është rezultati i analizës bërë nga Ministria e Financave në bashkëpunim me ekspertët tanë ndërkombëtar që na këshillojnë në vazhdimsi, dhe është një shifër dhe çdo shifër që do shikoni këtu është që do shikoni këtu në raport me Shqipërinë 2030 është mbështetur tek analizat financiare. Nuk është që hajde se ne duam ta bëjmë pagën kaq, edhe po e lëshojmë një herë, pastaj shohim e bëjmë, po punë e madhe fort në fundit se nuk do fitojmë dhe s'kemi gjë në dorë edhe nuk do merret vesh, a do e bënim as do e bënim. Vazhdojmë. Këtu tani jemi në një tjetër pasqyrë që tregon sipas meje eksaktësisht se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë në këtë dekadë. Sepse këtu rritjen e prodhimit të përgjithshëm, se e keni parë, besoj dhe e keni dëgjuar se tani kanë gjetë dhe një stil tjetër, thonë e solli koha këtë gjë. E bëri koha këtë gjë, do ta bënte koha. Po mirë, po pse nuk e bëri koha Shqipërinë më të mirë në 97-ën, nga ajo që ishte në 92-shin, për shembull. Koha sjell me vete shumë mundësira, por ama qeverisja dallohet pikërisht këtu. Ai shfrytëzon mundësitë e kohës apo i pengon dhe i neutralizon, i asgjëson shanset që të sjell koha. Dhe këtu jemi te koha e përbashkët e rajonit. Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit me radhë, ku Serbia, e cila konsiderohet një nga vendet me zhvillimin më të shpejt të dekadës fundit, shikoni që faktikisht është gati 40 pikë përqindje larg nesh për rritjen e prodhimit përgjithshëm kombëtar. Ne jemi 109.6% rritje, mesatarja e rajonit është 64.9. Dhe natyrisht që të gjitha këto janë të ardhura që janë krijuar këtu në Shqipëri. Është vlerë që është krijuar këtu në Shqipëri dhe që duke u rishpërndar ka krijuar një situatë më të qëndrueshme ekonomike për shumicën ndërmuese. Vazhdojmë. Këtu jemi të ardhur për frym. 3.300 euro kur morëm detyrën, 10.300 euro në 2024, 3 herë më shumë dhe 15.000 euro në Shqipërinë 2030, të ardhurat mesatare për frym. Vim tek një shifër tjetër, tek borxhi. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme që të kuptohet që gjithë kjo rritje nuk është një flusk, nuk është si rritja e piramidave, që në fund fare të merr me vete dhe të hedh në humner. Por është një rritje që nga ana tjetër mbështetet në themele shumë të forta të situatës financiare. Dhe patjetër që këtu hyn borxhi. Nëse ti rritesh me një borxh të lartë, vjen një moment që borxhi bëhet problemi yt më i madh. Dhe në momentin kur borxhi bëhet problemi yt më i madh, situata mund dalë nga kontrolli. Ti nuk ke më kapacitete që të paguash rrogat dhe pensionet.
Borxhi kur morëm në detyrën zyrtarisht ishte 70.4, por nuk ishte 70.4 në të vërtet, sepse ne gjetëm mbi 700 milion euro borxh ndaj kompanive. Dhe prandaj unë them dhe dua ta përsëris sa më shumë në këto ditë që shqiptarët në 2013 kanë shpëtuar vendin me votën e tyre nga një katastrofë e dytë si ajo e piramidave, por jo më për shkak të një sudeje e të një xhaferi që kishin bekimin e të parit të shtetit, por për shkak të një qeverisje totalisht papërgjegjshme. Sepse të gjitha kompanitë që kishin kontrata me shtetin ishin praktikisht në situatë paralize. Kishin ndaluar punën në ndërtim në rrugëve, ato rrugët e famshme që ishin tendera, por nuk ishin vepra, sepse tenderoheshin rrugë pa lek, ose vije aty një vlerë qesharake, rruga bënte le të themi 10 milion euro, vije një vlerë 100.000 euro, sa për të bërë tenderin, lidhej kontrata dhe i thuej kompanisë, vazhdo ti tani, financohet ti, se ne do t'i japim. Edhe kompanitë ç'a bënin? Merrnin kredira, se ishin të sigurt që do t'i jepte shteti. Dhe erdhi një moment që shteti nuk i jepte. Ata nuk mund të kreditoheshin, dhe këtu do e shikoni më pas ç'a ndodhi me kreditë këqija. Shikoni këtu, ishin gati 25%. 25% kreditë këqija është momenti kur mund të fillojë llampa e kuqe e stabilitetit bankave. Dhe njëjta gjë ndodhte jo vetëm me kompanitë e investimeve kapitale, por me kompanitë e shërbimeve. Nuk kishte më ilaç në spital. Dhe është e pabesueshme se çfarë se sa keq mendojnë këta të kënetës për popullin shqiptar kur e trajtojnë si budalla. Dhe kur flasin këta për furnizim me ilaçe, nuk kishte asgjë në për spitale, dhe ju e dini shumë mirë. Nuk kishte shkumsa në shkolla, sepse të gjitha kompanitë e kontraktuara nuk mund më të furnizonin se nuk paguheshin. Pra 700 milion euro borxh të fshehura duheshin larë që të rifutej ekonomia në punë. Dhe sot ne kreditë këqija, shikoni, i kemi ulur në 4.2% që është komplet normale, ndërkohë që borxhin, kthej edhe një herë te borxhin e kemi ulur në 54% dhe tendenca ulse do të shkojë deri në 2030 tek 50%, që është një nivel shumë i mirë dhe shumë inkurajues për çdo që do të investojë në ekonominë tonë. Vazhdo. Këtu jemi tek rreziku i rënies në varfëri. Shikojeni shifrën e dalë në 2023 dhe këto janë të gjitha dhënat organizatave ndërkombëtare, nuk janë dhënat shtetit shqiptar. Rreziku i rënies në varfëri matet nga Eurostati dhe po të shikoni mesatarja e vendeve të BE-s në vitin 2023 është në ato shifra aty dhe 19.2% që hyn qëndron në një pozicion shumë korrekt. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura që ka qenë një tjetër problem shumë i madh. Shifra këtu është e 2017-s, se jemi referuar përsëri Eurostatit, dhe shikoni pabarazinë në të ardhura të 2023-shit dhe mesataren e vendet të BE-s. Pra, në mesataren e vendet të BE-s në pabarazinë në të ardhura, dhe përsëris ky është Eurostati, nuk është qeveria shqiptare, është 4.7. Ne jemi 4.9. Vendet të tjera që janë në BE janë 5.8, 6.6, 6.3. Pra, kemi krijuar një qëndrueshmëri të përgjithshme pozitive dhe kemi të gjitha arsyet të besojmë
që në vitet në vijim do të kemi një rritje të mëtejshme të ekonomisë tonë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Për herë të parë, Shqipëria ka papunësi 90%. Dhe dua ta sqaroj se shumë kush komenton kot që kjo del më e vogël përqindja sepse kanë ikur njerëzit. Kjo nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare sepse kjo është përqindje e dal nga forcat e punës, jo nga gjithë populli. Pra, nuk është përqindje ku futen dhe pensionistët dhe fëmijët. Është vetëm forcat e punës. Këtu, në këtë pasqyrë, unë ndaloj sa herë bëj këtë prezantim, ndaloj me shumë kënaqësi, sepse kjo është një lloj si të them, përplasje në fytyrë e faktit konkret për gjithë ata që ndër shumë përqeshje të tjera bëjnë atë përqeshjen 300.000 vende pune. Ku i ke 300.000 vende pune? Kjo është shifra dhe këtu nuk jemi në kushtet e anketimeve. Këtu jemi sa eksaktësisht njerëz të punësuar ka pasur në librat e llogarive të shtetit në 2013. Kur unë dhe ne tham do ta shtojmë me 300.000. 1.023.000. Ajo është 2024, 1.327.000. Tani, midis, edhe herë, midis 1.023.000 dhe 1.327.000, unë kam përshtypjen, se këtu Gjirokastër është vendi i dur për të mbështetur aritmetikën, se dhe aritmetika është në hall të madh. Aritmetika ka hyrë në një situatë të panjohur për të, sepse në Shqipëri është bërë interpretueshme dhe aritmetika. 77-42, ne habiteshim dhe qeshnim se po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani. Me këtë kontratën e patriotëve, që befasisht 3 patriot nga e njëjta familje në Tropoj, ju lindin zemër që të nxjerrin 6 milion që të mbrojnë Shqipërinë nga unë dhe nga ju. Dhe që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta. Është e habitshme se si pastaj shikoja në një nga ato raportet që më vinë, në kënet thuhet, po çajnë këto? Çajnë këto 6 milion? Këto s'janë asgjë në krahasim me çka bër narkoregjimi. Këto s'janë asgjë në krahasim me çka bër Edi Rama me qeverinë. Domethënë është fundi ky, është fundi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja dhe kjo është shumë interesante. Përqindja të punësuarve me pagë nën 40.000 lekë. Shikoni sa kanë qenë shqiptarët që merrnin nën 40.000 lekë dhe qëllimisht e kemi vënë 40.000 lekë, që mos thonë jo po se euro kështu euro ashtu. 60% e shqiptarëve kur ne kemi marrë detyrën merrin nën 40.000 lekë. Sot janë vetëm 14%. Dhe është një 14% që lidhet shumë me kontratat e pjesëshme. Vazhdojmë. Kjo është rritja e pagave. Paga minimale më e ulta në rajon, se në Europë s'bëhet fjalë, 157 euro. Sot është 400 euro, është në mesatare në rajonit, në janar të vitit tashëm do të jetë 500 euro, dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë minimumi 650 euro.
Ndërkohë që vazhdojmë tek paga e përgjithshme mesatare është një dallim shumë i madh. Kjo është paga e kombinuar sektor publik, sektor privat dhe faktikisht çdo ditë ne shikojmë se si ka funksionuar shtytja e fortë që bëm ne me rritjen e pagave në sektorin publik, sepse ka tërhequr me vete dhe sektorin privat. Dhe nga 322 euro pagë mesatare, jemi sot në 848 euro pagë mesatare. Vazhdojmë. Dhe projekcioni i pagës mesatare të përgjithshme në 2030 është 1.000 euro, ndërkohë që ky është projekcioni i pagës mesatare në sektorin publik 1.200 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pensionet. Tek pensionet dua të ndalem vetëm për një moment, sepse tek pensionet kemi një tjetër pasqyrë shumë kuptim plot të asaj që sjell koha dhe të asaj që sjell keq qeverisja ose mirë qeverisja. Në vitet kur u godit ideja e pensionit në mënyrën më barbare, ndodhi faktikisht fillimi i hapjes së një grope shumë të madhe që është akoma mes nesh. U shkatruan shumë industri, u mbyllën shumë fabrika, ju e dini historinë, dhe faktikisht shumë njerëz u konsideruan pensionistë dhe në moshën 40 vjeç. Dhe u krijua një volum shumë i madh pensionistësh, të cilëve faktikisht nuk ju dha pension, ju dha asistencë. Pse? Sepse u vendos një tavan 24.000 lekë, që ti mund të kishe punuar sa të doje, mund të kishe paguar siguri, mund të kishe bërë çfarë doje, nuk hypje në 24.000 lekë, dhe faktikisht u veprua kështu për 23 vite. Ne nuk kishim një sistem sigurimesh dhe një fond sigurimesh të qëndrueshëm, po kishim një grop që vetëm thelloi. Kur morëm detyrën, ne bëm reformën e pensioneve. Dhe e përmbysëm logjikën. Nuk mund të vësh ti një tavan për pensionin, sepse pensionin duhet ta lësh në funksion të investimit që bën secili duke paguar sigurinë shoqërore, apo dhe duke investuar në fonde private pensionesh, që ne nuk i kemi akoma, por gjithsesi logjika është kjo. Dhe çfarë ndodhi? Dhe çfarë mund shikohet sot? Sot ne kemi dy blloqe pensionistësh. Një blok pensionistësh që kanë dalë në pension përpara reformës tonë dhe që janë me pensione më të ulta, dhe një blok pensionistësh mbas reformës tonë, dhe nuk janë pak, që kanë pensione më të larta. Dhe ke raste pafund kur merr dy mësues, kanë punuar 35 vjet, kanë paguar njësoj në sigurinë shoqërore, kanë dy pensione të ndryshme. Pse? Sepse njëri ka dalë përpara reformës, tjetri ka dalë mbrapa reformës. Tani, në aspektin moral, kjo është e padrejtë. Në aspektin e sistemit, kjo është e vetmja rrugë, sepse ndryshe, ajo grop nuk mbyllet kurrë, përkundrazi. Mirë, nga ana tjetër, është shumë e qartë për ne që ne gjithsesi duhet gjejmë një mënyrë që dhe atyre që kanë dalë përpara reformës t'ju vim më pranë, sepse kemi situata pensionesh minimale që janë të pa pranueshme, me thënë të drejtën. Si mund t'ju vim ne më pranë pensionistëve? Pyetje. Dhe po të shikoni, ne s'pari njerë filluam me rritjen e bonuseve, sepse që t'ju vim më pranë pensionistëve duhet të rrisim ekonominë. Unë kam thënë me kohë dhe është hera, dhe kjo është fushata e parë që unë flas për pensionet. Më parë, ju e dini shumë mirë, nuk kam folur. Kam thënë kjo është pjesa më e vështirë dhe nuk e qasim dot në këtë fazë.
do duhet të rritemi ekonomikisht, se po s'patëm më shumë para për të rishpërndar, ç'a do t'i japim pensionistë? Pikërisht pse ekonomia ka filluar të jap rezultate pozitive, ne kemi më shumë të ardhura. Dhe pikërisht pse kemi më shumë të ardhura, kemi një rritje ekonomike shumë të qëndrueshme, na u krijua mundësia që të rrisim bonusin. Fillimisht të rritëm bonusin. Pastaj na u krijua mundësia të japim 2 bonuse. Njërin në fund vitit, tjetrin pranverë, gjë që duam ta bëjmë përsëri vitin tjetër. Dhe po të shikoni te bonuset, kemi 2 nivele bonusesh. Kemi nivelin deri në 200 euro dhe nivelin mbi 200 euro. Dhe japim më shumë atyre nën. Dhe ata nën janë pensionistët që kanë dalë në pension përpara reformës. Si do t'i ndihmojmë më shumë ata? Dhe ç'do ndodhi me pensionistët mbas reformës, sepse sot kemi një pension mesatar 300 euro nëse i referohemi sigurimeve të plota. Atëherë, për pensionin mesatar do të shkoj 400 euro në Shqipërinë 2030, ndërkohë që për pjesën tjetër do të fusim më shumë nga arka e përbashkët për të arritur që të mos ketë në Shqipëri pension nën 200 euro. Kjo është qasja. Por ata të cilët e kanë këtë hall, duhet ta kuptojnë që janë në atë situatë sepse ajo situatë ka një autor. Dhe autori është eksaktësisht ai 80 e kusur vjeçari, se ka 80 e kusur vjeçari që janë në superform. Ai 80 e kusur vjeçari që nuk di çfarë flet më, edhe që do të bëj çorap Shqipërinë sepse është i pashpres dhe se nuk di të bëjë gjë tjetër. Ai është autori i situatës së atyre pensionistëve të bllokut parë që fola. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksimi. Çfarë ka ndodhur me taksimin? Dhe pse impakti ekonomik në jetën e njerëzve është i ndjeshëm? Pse është i ndjeshëm impakti ekonomik në jetën e gjithë këtyre tregtarëve të vegjël Gjirokastërës? Jo vetëm sepse është rritur fluksi etj, po sepse ka ndodhur dhe diçka tjetër që vazhdon të ndodhi. Ne kemi pasur një sistem kur morëm detyrën që të gjithë ngarkoheshin me 10%. Taks mbi fitimin. Si një pastruese, si kryeministri, si një furbuke, si 15 kaçi në Tiranë, 10%. Që është një sistem skandalos, sepse 10% në rrogën e një sanitare janë më shumë se sa 10% në rrogën e një kryeministri. Apo 10% në të ardhurat e një furre buke janë shumë për atë që duhet i japi shteti, se sa 10% në të ardhurat e 15 kaçit. Dhe plus kësaj, biznesi i vogël, jo vetëm që kishte këtë 10%, po kishte TVSH-n dhe kishte edhe taksat vendore specifike, apo jo. Këtu, ndërkohë që biznesi i madh, gjithë ata që këta i thon oligark, se oligarkët dje me këta paguani 10% taks. Me ne paguajmë 15%. Ndërkohë që biznesi i vogël paguan 0. Dhe çfarë bëm ne? E bëm sistemin që kush fiton më shumë, paguan më shumë, kush fiton më pak, paguan më pak. Dhe shikoni çfarë ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë. Ajo viza e zezë është çfarë paguanin të tërë me atë taksën e shesh, e zeza. Kjo tjetra tregon se si paguajnë sot njerëzit. Dhe po të shikojmë, 57% e të punësuarve paguajnë 0 tatim mbi pagën.
dhe 93% e të punësuarve paguajnë më pak se sa 10%. Që ndërkohë të tërë paguanin 10% më parë. Tani shkojmë tek dhe kursimi 145 milion në vit është shuma e parave që me atë vizën e zezë të taksës shesht i merr të shteti çdo vit, që në 10 vjet janë faktikisht 1.4 apo jo. Miliard, 1.4 miliard, ne nuk i kemi marrë nga xhepat e njerëzve, i kemi lënë në arkën e familjeve të njerëzve. Në 10 vjet. Vazhdojmë tani, këtu jemi tek, ma qopa këtë biznes i vogël që ta mbyllim atë. Këtu jemi te biznes i vogël. Shikoni tani se si ka qenë dhe shikoni aty ku jemi ne. 0 taks, përfitimin, 0 tatim, mi vlerën e shtuar. Dhe rezultati, cili është? Rezultati është që bizneset e vogla deri 100.000 euro, ndërkohë që ky pragu në kohën e Kënetës ishte rreth 35.000 euro. Mbi 35.000 euro quhej biznes i madh. Ky pragu deri 100.000 euro nuk paguhen as TVSH. Nuk paguhen as tatim fitimi, janë komplet gjithçka që krijojnë e çojnë në shtëpi. 66 milion euro në vit që ne vendosëm që nuk do i marrë qeveria, do i marrin njerëzit. Vazhdojmë. Vim tek ata deri në 140.000. Pra, 66 milion janë 660 milion në një dekadë. Ata deri në 140.000, ata paguajnë tatim mbi vlerën e shtuar të TVSH, por nuk paguajnë tatim fitimi. 58 milion euro të tjera në vit. Pra, të dyja bashk 1.2 miliard. Po 1.2 miliard kjo, 1.4 miliard ajo tjetra, në 10 vjet janë një shumë e konsiderueshme, prej rreth, po themi 2.5 miliardësh, që ne ja kemi lënë njerëzve. Ja kemi lënë të punësuarve në sektorin publik apo privat, ja kemi lënë kompanive të vogla të biznesit vogël. Vim tek kjo më pëlqen shumë. Këtu jemi tek pabarazia gjinore. Shikoni se ku kemi qenë ne në klasifikimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara, vendi 83. Shikoni ku jemi sot, vendi i 23. Dhe kemi mbrapa shumë vende të tjera, për shembull Greqia për pabarazi gjinore është në vendin e 73 në botë. Ne jemi në vendin e 23. Dhe nuk e them unë këtë, e thonë Kombet e Bashkuara. Shikoni tani efektet e kësaj. Kjo është shkalla e papunësisë për gratë. Ka rënë dhe kjo nën 10%. Për herë të parë është një shifrore. Vazhdojmë me tjetrën se është edhe më domethënse, shikoni pjesëmarrjen e grave në forcat e punës. Kanë qenë, nga 100%, kanë qenë vetëm gjysma që merrnin pjesë në forcat e punës. Shikoni se kanë shkuar 70%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare e grave. Është vetëm 28 euro më e vogël se sa e burrave. Vazhdojmë. Këto janë investimet e huaja, që edhe këtu i kemi vënë në kontekstin e rajonit. Shqipëria ka nivelin më të lartë të investimet huaja në raport me prodhimin e përgjithshëm, gjë që flet për besimin që ka krijuar vendi dhe për kapacitetin atraktiv për kompanitë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek eksportet, me që Shqipëria nuk prodhon asgjë. Shqipëria që prodhonte gjithçka, kishte më pak se 3 miliard eksporte. Shqipëria që s'prodhon asgjë kanë më shumë se 9 miliard eksporte.
Vazhdojmë. Këtu jemi tek pagat, janë disa paga që kemi marrë, paga e mjekëve, 490 euro ishte, 1670 mesatarja, se ka dhe më shumë, dhe 2000 euro do t'jetë mesatarja e pagës mjekëve. Dhe ju po e shikoni në spitalin e Gjirokastrës. Dhe kjo që ndodhë në spitalin e Gjirokastrës, po ndodhë dhe në vende tjera. Po funksionojnë kontratat me mjekët e rinj specialistë që vinë për të punuar këtu. Dhe me përfundimin e investimit madh që po bëhet tek spitali dhe me rritjen e mëtejshme të pagave, ne do të garantojmë që të kemi një shërbim të plot në të gjitha spitalet. Gjë që, me thënë të drejtën, ishte në një rrezik shumë të madh kur ne morëm detyrën, sepse ishin ndërprerë specializimet, një nga gjërat më absurde që kanë ndodhur në historinë e keqeverisjes së këtij vendi, dhe praktikisht ne nuk e kemi problemin e largimit të mjekëve apo të infermierëve në pikën që të mos kemi për nevojat tona. Nuk e kemi. Faktikisht nuk e kemi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek programet për mbrojtjen sociale dhe janë një sër programesh që ne i kemi hapur rishtas. Ai i pari është programi për fëmijët me nevoja të veçanta dhe dua ta them specifikisht që për gjithë ta fëmijë autik ose me tjera aftësi të veçanta, ne do të dyfishojmë që në buxhetin e vitit të ardhshëm mbështetjen për nënat e tyre. Kemi, nuk po i shkoj të gjithave, por dua të them që janë shumë programe dhe në ndërkohë kemi të shtrirë në 100% të programet mbështetjes rrjetin e pushtetit vendor. Pushteti vendor përpara s'kishte asnjë gjë ndor për këto programe sociale, sot 100% e bashkive kanë shërbime sociale. Patjetër që duhet akoma më shumë, nuk diskutohet, por është vendosur baza. Kemi thuajse përgjysmuar, se dhe kjo është e rëndësishme, thuajse përgjysmuar numrin e familje në ndihmë ekonomike, sepse kanë hyrë në një tjetër kategori. Thuajse përgjysmuar, ndërkohë që me thuajse gjysmën e familjeve kemi 3 fishin e buxhetit të ndihmës ekonomike. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një pikë që dua të ndalem posaçërisht. Janë 9200 nëna në Shqipëri që janë të papuna dhe kanë 3 ose më shumë fëmijë. Ne prej disa vitesh japim 25 milion euro për të mbështetur këto nëna duke ju paguar sigurimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore. Që do të thotë që kur t'ju vi dita e pensionit, nuk do të mbeten pa pension për shkak se s'kan paguar sigurimet shoqërore, por do të marrin një pension dinjitoz sepse kanë rritur 3 ose më shumë fëmijë. Dhe në ndërkohë e njëjta gjë edhe për shërbimin shëndetësor. Bonusi i bebes ka kaluar 200.000, është 227.000, janë thuajse qerek milion bebe që kanë marrë bonusin, i cili është rritur në mënyrë të ndjeshme, nga ka qenë 50.000 lek të vjetra, është bërë 400 euro për fëmijën e parë, 800 për fëmijën e dytë, 1200 për fëmijën e tretë, por duke filluar nga viti i ardhshëm, do të ndryshojmë sistemin e dhënies bonusit, nuk do ta japim më menjëherë me çek në maternitet, por do ta japim të shtrirë në kohë për fëmijën e parë çdo muaj dhe për fëmijën e parë në një afat kohor 2 vjeçar, për fëmijën e dytë në një afat kohor 3 vjeçar, për fëmijën e tretë në një afat kohor 5 vjeçar. Pra do ta shtrim në mënyrë që të jetë një mbështetje më sistematike. Vazhdojmë. Këtu jemi te pagat e mësuesve.
Sot mësuesit kanë një pak mesatare 950 euro dhe ajo do të shkojë 1250 euro. Këto janë investimet në buxhetin e mbrojtjes. Kjo është një kapitull në vetë shumë i rëndësishëm edhe për kohën që jetojmë dhe besoj që shifra flet vetë. E kemi 10 fishuar buxhetin për mbrojtjen. Dhe po të shikoni pagën mesatare për ushtarakët është 1550 euro. Kemi pasur ushtrinë më të keq administruar, më të keq pajisur, më të keq paguar në Europë, edhe në rajon. Sot kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit. Dhe ambicia jonë është që deri në 2030 paga e ushtarakëve të shkojë në mesataren e ushtrive të NATO-s. Kjo ka sjell që të ketë shumë më tepër interes për të hyrë në akademinë tonë ushtarake, për të hyrë në forcat armatosura dhe ne duam ta fuqizojmë shumë këtë interes, ndërkohë që paralelisht kemi nisur të punojmë shumë fort për industrinë e re të mbrojtjes. Vazhdojmë. Tani këtu jemi tek qarku i Gjirokastës. Është shumë e rëndësishme që ta bëjmë të pasqyrë sepse ju që jeni në Gjirokastër dini çfarë ndodh në Gjirokastër, por nuk dini çfarë ndodh në një zonë rurale të Gjirokastës. Ashtu si kundër ata që janë te Belen nuk dinë çfarë ndodh në përmet e tjera. Dhe fatkeqësia është që me përjashtime shumë të rralla nuk gjen dot asgjë nga këto në pasqyrat e kënetës mediatike. Zero, nuk gjen. Nuk e merr vesh fare as si shkon ekonomia, as si shkojnë financat, as si shkon bujqësia, nuk merr vesh asgjë. Por arsyeën e thjesht se nuk janë të interesuar për këtë. Flas për fakte, pastaj komente mund të bëjnë çfarë duan, opinione mund të japin sa duan, por fakte nuk merr vesh. Tani në Gjirokastër kemi infrastrukturën rrugore. Të gjitha ato që shikoni me jeshile janë infrastrukturë e ndërtuar në këto mandate dhe në qarkun e Gjirokastrës. Dhe ato që shikoni me të verdhë janë përsëri infrastrukturë rrugore në zonat e thella me rrugë të bardha që janë të aksesueshme edhe që komuniteti i ka mirëpritur jashtëzakonisht shumë. Në rrugë të asfaltuara dhe rrugë të bardha në qarkun e Gjirokastrës kemi krijuar akses duke investuar në 331 kilometra. Janë 108 milion euro të investuara për 95 projekte. Vazhdojmë. Këtu jemi tek ai që ne e quajmë rigjenerimi urban. Janë 10.3 milion euro për 52 projekte që kanë sjell transformime të rëndësishme si i keni parë vetë në Gjirokastër, në Përmet, në Tepelen, në Libohov, në Këlqyr, edhe në Dropull patjetër, edhe në Memalje. Këtu jemi tek turizmi mjedisi zonat e mbrojtura. Për të bërë bashk 17 milion euro për turizëm mjedis dhe zonat mbrojtura. Përpara se ne të merrim detyrën, ju siguroj që duhet shkuar përpara se sa të binte diktatura. Nuk ka bërë vaki të investohen shumë e tillë për turizëm, për mjedis dhe për zonat mbrojtura. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një tjetër pikë për cilën flitet shumë. Ujësjellësat, ujë i pishëm. Edhe flitet aq shumë dhe aq keq sa që thua, po mirë më se vërtet, nëse ti propagandon gjithkohës një gënjeshtër, siç bëjnë ata të berberhaneve, e beson dhe vetë, e komenton dhe vetë dhe e kthen pastaj në faj për tjetrin, natyrisht që ti pastaj kur ti mendon se këtu gjithë populli po vdes për ujë, atëherë të duket populli smur që voton në shumicë një qeveri që e ka lënë vdesi për ujë.
por e vërteta është ndryshe. E vërteta është që në të gjitha qarqet është investuar në ujësjellës kanalizime më shumë se në të gjitha qeverit të marrë së bashku dhe keni parasysh gjë. Ujësjellës kanalizimet ekzistuese të trashëguara nga koha e mëparshme. Janë investime që janë bërë në vitet 60, në vitet 70, nuk janë investuar më. Nuk janë investuar më dhe uji 24 orë edhe në atë kohë ka pasur vetëm në pak pika. Kështu që volumi investime që kemi bërë ne për ujin e pishëm është i pakrahasueshëm me gjithë çka kanë bërë tjerët bashkë. 35 milionë euro vetëm në qarkun e Gjirokastrës, vazhdojmë. Këtu jemi tek energjia, ju e dini shumë mirë çfarë problematike ka pas. Dhe kemi investuar gati 19 milionë euro për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë dhe për të rritur cilësinë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek bujqësia, janë 27 milionë euro mbështetje për bujqësinë, ku hyn agroturizmat, agropërpunimi e kështu me radhë. Këtu jemi tek arsimi dhe sporti në qarkun e Gjirokastrës, që kanë marrë 12 milionë euro për 35 projekte. Këtu jemi tek shëndetësia dhe kujdesi social, ku hyn qendrat shëndetësore, janë 8 milionë euro dhe ju e dini mirë se si kanë ndryshuar qendrat shëndetësore. Këtu hyn kultura. Shikoni sa ka marrë vetëm për kulturën në qarkun e Gjirokastrës. 25 milionë euro. Që të gjesh 25 milionë euro t'i bësh bashkë për kulturën në qarkun e Gjirokastrës, duhet hikësh shumë larg edhe duhet mbledhësh gjithë festivalet folklorike që bëheshin përpara. Dhe prap unë them që nuk arrijen 25 milionë euro. Kjo është e përgjithshmja dhe në një dekadë, me të gjitha vështirësitë që kemi pasur, për qarkun e Gjirokastrës kemi realizuar 475 projekte dhe kemi investuar 331 milionë euro. Dua ta mbyll duke ju thënë që tani më është shumë e qartë se si dhe pse deri në fund kësaj dekade niveli i ekonomisë vendore në këtë qark do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Është shumë e qartë sepse nga një anë turizmi, nga ana tjetër zhvillimi i agroturizmit, nga ana tjetër agropërpunimi për cilin ne do vendosim mbështetje veçanta. Paketa e maleve, e cila është për gjitha malet, nuk është vetëm për veriun, do t'i japi një dorë shumë të mirë, sidomos zonave më të thella, dhe aeroporti i Gjirokastrës, që sot është një aeroport funksional për aktivitetet sportive, për fluturimet sportive, ka rezultuar që t'jetë pika më ideale për të bërë atë aeroportin turistik të jugut. Ne unisëm me projektin e Sarandës, madje bëm edhe garë, nuk rezultoi e suksesshme. Kemi marrë konsulencë ndërkombëtare, kanë parë të gjitha ato parametrat e korridorëve të ajrit e tjerë, dhe duke pasur tani këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejt midis Gjirokastrës dhe Bregdetit, rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra dhe koncepti i përgjithshëm është gati dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport i madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë, dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që
ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastës. Ju falenderoj shumë për durimin. Ishte kënaqësi e veçantë sepse përveç tjerash ju jeni edhe mjeshtrat e lapsit edhe dini mirë se çfarë janë llogaritë e financave. Faleminderit shumë.